Partner marketing vjen me një ide kreative, siç e kemi atë llambën e vogël aty. Atëherë, partner marketing ka startuar në muajin e kaluar si ide, me idenë për të bashkuar të gjithë agjencitë e marketingut, freelancera, video editor, content creator dhe të gjithë ata që kanë lidhje me fushën e marketingut për t'i bërë bashkë në një platformë të vetme. Një startup të ngjashëm, unë kam startuar me taksin online, kur kam listuar gjithë taksit individ të cilët kanë një profil në platformë. Pra, ideja nga kjo është marrë. Thjesht, këtu tashmë do të jenë të gjitha agjencitë e marketingut që fola dhe freelancera për të qenë pjesë e një gjëje të tërë. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ne si agjenci marketingu nuk jemi konkurrent me njëri tjetrin, sepse tregu është i madh njëherë, por ne jemi partner. Dhe nëse shikojmë njëri tjetrin si partner, kemi mundësinë që të hyjmë në tregun global, një kompani e vetme që mund ta quajmë marketing dhe imagjinoni në të ardhmen që ne do të shtohen shumë kompani të tjera, të cilat do të jenë akoma dhe më profesionale. Atëherë, kjo platformë është që të krijojë ura lidhëse ndërmjet agjencive me njëra tjetrën, freelancerave me njëri tjetrin dhe me agjencitë dhe panairit online. Pra, jemi një lloj ure, po themi, ndërmjet panairit online, agjencive, freelancerave dhe gjithë këtij ekosistemi për të krijuar një network të qëndrueshëm dhe afatgjat. Misioni jonë është të ndërtojmë ura bashkëpunimi me profesionistët e marketingut. Ky është misioni i vetëm. Nëse ndërtohen këto ura bashkëpunimi, atëherë e kemi shumë të thjeshtë për të ecur dhe për të ngritur bashkërisht. Vizioni është të bëhemi një rrjet i fuqishëm marketingu pa kufi gjeografik. Nuk kemi pse të kemi kufi gjeografik për të qenë të bashkuar. Sot pjesa online na mundson këtë mundësi, plus edhe grupin privat në WhatsApp. Atëherë, çfarë ofron partner marketing? Pra, kush janë shërbimet kryesore? Shërbimi kryesor i joni është organizimi i eventeve expo si ky i sotmi, të cilat do të jenë në grupe jo shumë të mëdha, gjithmonë do të jenë në grupe të vogla. Fizikisht do të jenë diku maksimumi 30, online mund të jenë edhe një 30 të tjerë, por jo më shumë se 60 në total. Çdo event, çfarëdo qoftë ai fizik apo online, ose hibrid siç është ky i sot. Sepse duam që ata që janë prezent, sidomos, mund të kenë mundësinë të njihen me njëri tjetrin, të krijojnë njohje dhe të bëhet tamam në fillim duhet ta njohësh personin, pastaj të mund të bësh biznes. Dhe pa e njohur personin, unë personalisht 70% të sallës dhe ato që jam online i njoh personalisht. Pra, në fillim kanë besuar tek unë dhe pastaj është pjesa tjetër. Pra, fokusi është rrjetëzimi dhe inovacioni. Ka shumë teknologji, të cilat ndoshta nuk i dim fare se ekzistojnë dhe ndoshta nuk e dim t'ia ofrojmë klientit ton, por duke qenë pjesë e këtij grupit, do të kemi mundësinë domethënë që ju një shërbim që nuk e keni pa problem mund t'ia ofrojnë klientit tuaj. Dhe kështu ç'a bëni një upselling, rritni të ardhurat tuaja dhe rritni dhe bashkëpunimin me njëri tjetrin. Ndërkohë që te pjesa e inovacionit, ndoshta mund të zhvillojmë teknologji të reja, startupe mund të zhvillojmë, ide, dikush ka një ide dhe mund ta zhvillojmë fare mirë në partneritet me njëri tjetrin. Tjetra është trajnime webinare, konsulencë për agjenci dhe freelancera. Sidomos për agjencitë e reja, do të kemi mundësi që ato që janë më me eksperiencë të mund të bëjnë mentorimin e tyre. Për ata që janë startupe mund të bëjmë trajnime për një fushë të caktuar që ata duan, dikush do design, dikush do content creator, pra çfarë është ajo që ata duan. Dhe do kemi trajnime dhe fizike dhe online. Do të jenë të alternuara, bashkëpunime strategjike dhe fushata të përbashkëta. Për shembull me Elisin ne mund të bëjmë fushata të përbashkëta ku secili mund të bashkëpunojnë te kjo lotaria Promoloto, pra lotari promocionale. Se pra mund të ndërtojmë një fushat marketingu në kuptimin ndoshta dhe në rrjetet sociale tona, ne mund t'i bëjmë një fushat marketingu sepse tashmë jemi pjesë e këtij grupi. Dhe thot Elisi kam një buxhet kaq, okay? Dhe ja për secilin agjenci partnere po themi ku dëgjon 50 euro po themi. Ama ti e merr dhe e sponsorizon ose e hedh tek te profili jot, tek ndjekësat që ti ke, në varësi të ndjekësave që mund të ndahet ajo gjëja, pastaj atë e vendos ai. Po kjo është një lloj marketingu që bëhet në një ditë me goditje të përqendruar, po themi. Dhe marketingu me goditje të përqendruar jep rezultat jashtëzakonshëm sepse kur ti të del një herë te Fationa, një herë te Armandi, një herë te Butrindi, thua dalë mo çapo ndodh këtu tani, sepse është marketingi i përqendruar. Por ne s'kemi nevojë një mesazh në grup dhe gjëja ndodhi. E kupton? Pra gjëja ndodhi nuk është më thënë që jo po ta marrun ta sqaroj. Jo, ne e dim shumë mirë që është X gjë, X buxhet, jemi para informuar, të vetëdijshëm dhe për çdo gjë domethënë është e sigurt, sepse kemi partner marketing i cili na mirë organizon. Listimin e agjencive të marketingut te anëtarët e platformës partner marketing. Po të hyni online tani tek partner marketing janë të listuar 3 kompani për momentin, po do listohen në fund të ditës të gjitha agjencitë pjesëmarrëse që janë këtu dhe ato që do vinë të ardhmen. Në datën 29 do vinë të tjerat, ndoshta edhe gjatë kësaj kohës ne do të japim mundësi të gjitha atyre që do regjistrohen për eventin e radhës, të mund të hapin profilin përpara kohë, të listohen, të përgatitin gjërat, që kur të vinë tek eventi për shembull në datën 29 të jenë gjërat gati. Tashmë e kemi kohën përpara, e kemi gjërat gati. Dhe profil biznesi i falas te platforma nëpërmjet platformës Paneri Online për këto agjenci. Pra këto janë pak a shumë shërbimet kryesore që ofron partner marketing për agjencitë e marketingut, ndërsa këtu kanë vendosur thjesht disa shërbime kryesore, po që kjo do zgjatet kjo listë
lista sepse do konsolidohet tani nga ju. Secili do listoj ato 2-3 gjëra që ka të veçanta për ta zgjatur këtë. Pra nëse dikush ka një gjë që nuk është shkruar këtu, vetëm bëjeni copy këtë tekst edhe vendosni emrin tuaj edhe shërbimin. Pra nëse ka diçka që nuk është shkruar te kjo lista, sepse kjo listë do shtohet. Një herë në muaj Panairin Virtual Expo, që do të jetë 100% online. Tashmë ne kemi organizuar nëpërmjet Panairit online 2 panajre virtuale, njëri në datën 7 prill edhe njëri në 5 maj. I radhës do të jetë në 6 qershor. Panajir virtual po është për bizneset, ndërsa për partner marketing do të jetë në datën 29, do ta përfshijmë me këtë, sepse nuk kemi mundësi që të bëjmë një tjetër online, por gjithë për shembull verën do t'i kemi panajre virtuale. Dhe eventi i radhës fizik do të jetë në fund shtatorit ose fillim tetorit. Panajret virtuale Expo do të jenë diku tek 4 orë afërsisht, kur do të ketë takime, trajnime, tematika të ndryshme që mund të diskutohet, çështje partneriteti. Mund të jetë edhe një formë rekrutimi, po themi, për agjencitë e reja për të na bashkuar. Evente njëditore fizike dhe online, si ky i sotmi i radhës është në datën 29 qershor. Eventi i dytë, edicioni i dytë, ja ku i keni të datat, dhe i treti do të jetë në Tiranë, mund të jetë në tetor, do të bëhet në Ohër ose në Ulqin, sepse në datën 7-9 platforma Panairit Online mbush 5 vite dhe do të kemi një event zyrtar ku do të jemi edhe nëpërmjet Promolotos, do të zhvillojmë, po themi, përfundimin e promocionit. Besoj do ta kemi në Tiranë, ku do të jenë të ftuar agjencitë, bizneset, televizionet, pra do të jetë një super show, ku ju do të jeni aktorët kryesorë të këtij show. Jam i sigurt. Por edicioni i dytë është në datën 29 i 6. Ja ku kemi dhe posterin, tashmë është online edhe tek partner marketing, tek webi. Dhe do kemi evente 2 ditore, në 11 dhe 12 tetor do të jetë event 2 ditor, do të kemi 3 të tilla gjatë vitit. Fillon në tetor dhe mbaron në maj, sepse gjithë sezonin pastaj qershor, korrik, gusht, shtator do ta kemi të lirë, mund të bëjmë vetëm këto eventet virtuale. Kemi menduar këto, po presim dhe sugjerime dhe kur të vendosim datën fikse te grupi do bëjmë një listim, kush merr më shumë aty do bëhet 2 muaj para që të jemi të mirë organizuar. Eventi i dytë është në datën 24-25 janar, dhe tjetri është 9 me 10 maj. Velipoj, Rugov, kam thënë, këto janë 2 sugjerimet të mia, po ju mund të jepni versionet tuaja. Dhe sigurisht një nga gjërat që do të shtojmë është podcast. Të gjithë anëtarët do të kenë një puntat të dedikuar ku të flasim për arritjet, suksesin, dështimet, vështirësitë, vizionin, gjërat që ne kemi kaluar për të arritur deri këtu. Realisht është një gjë, është trend për momentin, por ne kemi një kanal në YouTube, Panairi Online, mbi 4300 ndjeksa, ku aty do të hidhen të gjitha puntatat. Kemi nevojë të hapim një gjë të re, por podcasti do të jetë i dedikuar në fillim për agjencitë e marketingut, më vonë pastaj do shtojmë dhe për bizneset të tjera. Një gjë speciale, por vetëm mos më shani për dizenjon, sepse nuk jam designer, e bëj nga halli, po që është revista Business On, e cila do të jetë një bashkëpunim me platformën Panairi Online, partner marketing dhe të gjithë anëtarët e partner marketing. Do të thotë ju jeni pronar të kësaj revistës, nuk jam unë, sepse çdo agjenci në këtë revistë do të ketë një hapësirë për 2 faqe shakatra, falas, ku mund të reklamoj veten dhe bizneset që ka klienta. Pra është e juaja. Po themi nëse janë 50 agjenci me nga 2 faqe u bë revistë. Thjesht pastaj do ta bëjmë me tip rotacioni ose mund ta bëjmë çdo muaj. Secila përgatit faqet e veta, thjesht i bëjmë një PDF të gjitha bashkë dhe u bë revista. Në 7 shtator do dalë edicioni i parë i revistës për shkak të eventit që do kemi. Revista do dalë 4 herë në vit, e kemi menduar, po mund ta bëjmë çdo muaj dhe jam i sigurt që do bëhet çdo muaj. Revista do të jetë fizike për ata që duan të printuar, pra në dikush e do të printuar. Kopertina gjithmonë do të jetë e agjencisë, pra nëse bëhet e personalizuar, kopertina do të jetë e agjencisë. Pra nëse X agjenci e do të personalizuar, qoftë për vete, qoftë për klientin, në kopertinë do jetë kopertina që ai do ketë speciale për atë revistë. Pra do të jetë e personalizuar si revistë. Dhe revista online do të jetë tek Panairi Online, do të jetë në formë katalogu që mund të shfletohet edhe kaq. Ajo do të ketë kopertinën zyrtare dhe të gjitha revistat do të jenë aty. Kushdo hyr edhe shfleton. Partnerët tanë kemi Dynamic Media, që besoj se diku nga ora 12:30 do vi thjesht fotografi i tyre, sepse vetë drejtuesi nuk ka mundësi që të jetë sot, por në eventin e radhës është e sigurt që do jetë prezent. Dynamic Media është edhe partneri i parë në Shqipëri që kemi, kompania e parë e marketingut në Shqipëri, e cila ka nisur gjatë partneritetin me Panairin Online, ndërkohë që profilin e fundit të biznesit në platformë ka bërë kjo agjenci. Është Mileniali, që e kemi këtu Çlirimin, që është partneri tham për Kosovën, Ketri, i cili është kompania e cila ka bërë pjesën e HTML5-s për Panairin Online, pra versionin e ri, dhe Alba SP që është Sadi Murati, i cili përfaqëson Alba SP-n, është ai që qëndron pas gjithë gjës që shikoni te Panairi Online. Këta ishin partnerët që aktualisht kemi. Tu janë pjesëmarrësit e sotëm dhe objektivat deri në dhjetor të 2025-s është që të zgjerohemi në qytete dhe në shtete të tjera ku ka kompani shqiptare marketingu. Kështu që nëse njihni kompani në qytete apo shtete të tjera, jeni të mirëpritur të mi sugjeroni. E dyta është organizimin e trajnimeve për rekrutimin dhe aftësimin e personave që kanë talent dhe që duan të punojnë në agjenci marketingu. Sigurisht që do të bëjmë një promocion edhe në rrjetet sociale.
këto sponsorizimet, ne e bëm një përtest, dha një lloj rezultati, po tashmë që kemi profesionistët do ta bëjmë akoma dhe më mirë. Dhe tjetra është bashkëpunimi me kompani që ofrojnë trajnime në lidhje me profesionet që kanë lidhje me agjencitë e marketingut. Një nga ata për shembull është Çlirimi, që ofron trajnime për dizajnin e për këto, po që mund të kemi trajnime në të gjitha fushat që kanë lidhje me marketingun, sepse duhet që ti rekrutojmë, pastaj të shtojmë staf ose ti ndihmojmë që të zhvillojnë vetë ata një kompani të re. Bashkëpunimi me kompani që ofrojnë produkte fizike marketingu, do kemi edhe në Kosovë, në Maqedoni dhe në Shqipëri. Këtu në Shqipëri kam disa kontakte shumë të mira profesional, sepse në fund fare edhe ata duhen. Ndoshta duhet një tabelë LED, duhet diçka, jetë ti që e sugjeron brenda grupit. Pra të japim vlerë grupit që kemi, pavarësisht që mund të kemi. Nëse keni partner aktualisht, mund ta sugjeroni që ata të bëhen pjesë e platformës. Pjesëmarrja në panajire fizike me stendën tonë, ku do të jenë prezent pra të gjithë anëtarët. Tashmë do të kemi një listë të panajireve fizike që zhvillohen në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, dhe nëse duam të marrim pjesë, qoftë me logon, qoftë me prezencë, qoftë me kartë vizita, do të kemi mundësi nëpërmjet stendës, s'ke nevojë që të marrim gjithë stendën ta paguajmë vete. E paguajmë gjithë bashkë edhe kaq. Ama jemi të gjithë, na del kosto po thënë 30 euro. Dhe është shumë herë më mirë domethënë kur ne jemi aty edhe jemi prezent. Statistika dhe rritja është aktualisht ju jeni partnerët e parë, sepse ky është edicioni i parë, sapo kemi startuar. Edicioni i dytë domethënë pritet jemi 40 deri në 50 agjenci dhe rreth 20 në 30 freelancera, të cilët do të na bashkojnë sepse ata janë pjesë. Për shembull, Matilda është freelancer, Sergio, Fationa, sepse nuk e kanë akoma një NIPT. Dhe tek partner marketing do të jetë listuar vetëm ata që kanë një NIPT, të tjerët është çik problem. Hapat për të regjistruar është plotëson një formular online ose kontakton në website, për shembull tek pm.site.al, që është direkt tek në faqen e parë të panelit online. Dikush nga stafi pastaj e kontakton për pagesën e antarësimit dhe informacionet për eventin e radhës, që duhet të marrë pjesë, pjesëmarrja në një expo marketing si ky i sotmi, bashkimi te grupi privat në WhatsApp, hapja e profilit e Panajri Online, hedhja e shërbimeve që ai ka, edhe integrimi i shërbimeve që ofron Panajri Online në lidhje me paketat që ka ky biznes. Sepse tek profili që do keni tek Panajri Online, keni mundësi të listoni dhe shërbimet tuaja, po dhe shërbimet e integruara që do bëni me Panajri Online. Për të regjistruar, thjesht dërgoni një kërkesë, domethënë në email, dhe për 48 orë ju fshijm profilin dhe çdo gjë tjetër që tjetra është duke marrë pjesë në një event një ditor, mundësisht fizikisht, pasi ky i sotmi. Pra mirë është që hera e parë që një agjenci na bashkohet, mirë të jetë fizikisht për efekt fotove, gjërave, domethënë dhe të materialet e marketingut. Të ketë minimumi nga 3 muaj regjistruar si biznes në shtet. Tani ne do t'i pranojmë dhe ata që janë me një. Mirë është të kemi të paktën ca biznese në fillim, agjenci të cilat kanë kohë në treg. Kosti antarësimit do të jetë 99 euro në vit, ku janë të përfshira pjesëmarrja në një event si ky i sotmi, për shembull fizik ose online, karta virtuale e antarësimit, pra antarësimi në partner marketing, profili që e merr nëpërmjet panelit online, listimi tek antarët, antarësimi te grupi në WhatsApp dhe autorizimi si agjenci autorizuar nga platforma e panelit online, sepse agjencitë të cilat do kenë të drejtën të ofrojnë shërbimet e panelit online do të jenë të autorizuara, do kenë një si tip vule, po themi, por që kjo të jep edhe vlerë nesër për të diferencuar nga agjencitë e tjera. Pra jo çdo agjenci, po themi, të doj, siç ndodh me Facebook e me Instagram, përdori emrin tim, brandin tim për t'i ofruar një shërbim biznesi. Pra biznesi nuk ka të drejtë para një herë që të hyj vet, po as të ketë një agjenci marketingu që nuk është pjesë e jona. Pra duhet në fillim agjencia të bëhet pjesë e partner marketing dhe pastaj të mund të marrë një shërbim te Panajri Online. Pra nuk mundet dot biznesi të hyjë ose te Panajri Online direkt ose nëpërmjet një agjencie që mund ta ketë vet. Tjetra është për freelancerat, është në këtë lloj forme. Pra si antar mund të bëhet çdo person që mund të jetë designer, content creator, editor, pra por që nuk ka një NIP, sigurisht që mund të bëhet pjesë. Mund të marrë pjesë edhe ai në një event ditor, vetëm fizikisht do pranohen këta nuk do pranohen online. Kjo është Matildën e pranuam kësaj here sepse ishte e para, por herë tjetër një freelancer nuk mund të bëhet dot antar joni nëse nuk është fizikisht. E duam ta shohim, ta takojmë. Nëse është nga Kosova, le të vinë nga Maqedonia, kudo që të jetë, duam që ta takojmë fizikisht. Pra nuk do pranojmë ata që nuk na njohin fizikisht. Edhe unë herë tjetër, më fal që të ndërpres, do jem personalisht. Patjetër. Të ketë eksperiencë më shumë se 3 muaj, pra të di të bëj ndonjë gjë, të paktën të ketë menaxhuar ndonjë profil, po themi biznesin në Instagram ose të ketë bërë një 10-15 postera, pra të ketë një lloj eksperiencë. Kosti antarësimi për këtë do të jetë 60 euro në vit, ku janë të përfshira pjesëmarrja në një event fizikisht, pra si ky i sotmi, karta virtuale, antarësimi te grupi në WhatsApp dhe mentorim nga një agjenci nëse do të hap agjencinë e vet. Sepse mund të ketë persona që do duan të kenë agjencinë, për shembull si Sergio ose si Fationa, dhe mentorimi mund të bëhet ose nga
nga unë ose dhe nga agjensitë partnere, domethënë, si ta duan. Unë maksimumi deri në 9 mund të marr në mentorim, më tepër nuk marr dot. Kështu që maksimumi është 9. Tjetra është, a ka kosto të tjera për anëtarët? Për anëtarët që duan të marrin pjesë në eventet dhe trajnimet online, kosto për një event do të jetë 20 euro si për freelancer dhe për agjensitë. Pra janë këto eventet dhe trajnimet online, kosto do të jetë statik, 20 euro thjesht për të mbuluar shpenzimet e njerëzve të gjërave. Të dikush duhet i marrë të informojë. Për anëtarët që duan të marrin pjesë në eventet një ditore, kosto për një event do të jetë 35 euro dhe do të jetë përfshirë dhe dreka. Pra juve që tashmë jeni pjesë në eventin e radhës nuk do paguani më 50 euro ose 100 euro, thjesht 35 euro, kurse përfshirë dhe dreka. Për anëtarët që duan të marrin pjesë në eventin 2 ditor, kjo do të jetë në varësi të vendit që do organizohet, sepse s'mund të nxjerrim një kosto, nuk dim domethënë. Anëtarësimi si freelancer, pra 60 euro dhe ndërsa për agjensitë do të jetë 99 euro në vit, ku janë të përfshira gjithë ato që tham. Për juve xha e keni mbyllur për këtë vit. Për vitin tjetër flasim. Ekosistemi që sjell sukses dhe progres, uroj që të krijojmë një ekosistem ku të ndërveprojmë me njëri tjetrin, të krijojmë partneritetet shumë të mira. Dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. PM.sit.al është webi kryesor i Partner Marketing. Aty do të jenë gjitha informacionet. Ky do të jetë dhe emaili zyrtar dhe jemi duke kërkuar partnerët e duhur për të bërë biznes. Kjo ishte pjesa e parë. Ju falenderoj.